Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ju si shenjë e dytë. Ky mesazh është taksur për ju. 4 të kupës. 4 të kupës është me një fjalë të pasqyroj letrën kur të bëhet boll çdo gjë, rutinat e përditshme, mbushur me mërzitje, sikur asgjë s'po të tërheqmë, nuk të gëzon më, si një lloj depresioni të quaj, apo një lodhje e madhe, ta them tepri, kur çdo gjë bëhet më shumë se mjaft. Të dashur, mërzitje, mungesë e kënaqësisë, refuzimi i mundësive për shkak të ngopjes ose zhgënjimit emocional. Të bllokuar emocionalisht, sikur asgjë nuk ju lën përshtypje më, të mërzitur nga e njëjta rutinë, nga e njëjta ndjenjë ose situatë, të dashur demër, duke refuzuar diçka që vjen nga jashtë, një ndihmë, një dashuri, një mundësi, sepse jeni të ngopur me zhgënjime ose lodhje. Çfarë duhet të bëni? Të ndaloni të rifokusoni vëmendjen nga ajo çfarë nuk ju pëlqen. Kur fokusohemi vetëm në të këqija, ato dhe tërheqim, të dashur demër. Nëse dëshironi të ndryshoj, e që di që dëshironi të ndryshoj kjo situatë, të mos heqim dorë nga mundësitë, sepse vetëm sepse nuk duken me njëherë rezultatet apo nuk është emocionuese. Të hapeni më shumë, të mundohemi të hapemi më shumë emocionalisht, edhe nëse kemi frikë se do zhgënjehemi sërish. Të mos presim që të vinë ndjesi të forta apo ndodhi të mëdha për të vepruar. Veprimi vjen para entuziazmit, jo pas, të dashur demër. Pra, mos e mbyllni zemrën vetëm sepse jeni lodhur, jeni mërzitur dhe keni frikë nga rutinat të përsëritura. Ajo që mungon mund të jetë është përpara jush, por nuk jeni duke e parë, nga që çdo gjë po e shikoni me një sy jo dëshirues, do ta quaj ashtu, sikur nuk dëshironi asgjë, mjaft me çdo gjë. Por, siç thash, nëse ushqejmë atë të mirën, të mundohemi të shikojmë më larg, më thellë, absolutisht ka shumë gjëra që mund të ju bindin, që ja vlen të ndryshojmë mendim nga ato që kanë ndodhur apo po ndodhin tani. Pra, është në dorën e juaj, të dashur demër, të shikojmë gjërat apo t'i marrim me një këndvështrim tjetër.